Si ta konsumojmë qumshtin, të ngrohtë apo të ftohtë? E vërteta do ju befasoj. Qumshti është një burim i shkëlqyer i kalciumit, kaliumit, vitaminës D. Ai ofron organizmit shumë përfitime shëndetësore. Sigurisht qumshti është ndër produktet që konsumohen rregullisht pothuajse nga të gjithë njerëzit. Disa preferojnë ta pinë qumshtin të ngrohtë dhe të tjerët preferojnë ta pinë të ftohtë. Por cila është mënyra më e mirë e konsumit për të marrë përfitime maksimale nga qumshti? Sipas dietologëve, nuk ka një mjet eksakt për një përgjigje të prerë, por kjo sipas temperaturës së qumshtit i ngrohtë ose i ftohtë, kur e konsumoni varet nga gjendja shëndetësore dhe nga shumë faktorë të tjerë. Konsumi i qumshtit të ngrohtë është shumë i rekomanduar në rast të intolerancës që mund të keni edhe nga laktoza. Kur qumshti gjithashtu është i ngrohtë, ai ndihmon organizmin për një tretje më të lehtë. Një filxhan me qumësht të ngrohtë para se të flini ju ndihmon edhe të flini më qetë. Nëse vuani nga djegjet në stomak, atëherë qumshti i ftohtë mund të lehtësojë menjëherë këtë problem.